Mosmarrëveshjet me Bullgarinë dhe zgjidhja e ngërçit të procesit eurointegrues pritet të jenë temat kyçe të vizitës së sotme të presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Shkup në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor. Costa do të pritet në takim nga kryeministri Mickoski e më pas do të ketë takim midis delegacionit qeveritar dhe delegacionit të udhëhequr nga Costa. Mickoski, duke komentuar vizitën e zyrtarit evropian, tha se kjo nuk do të ndikojë në ndryshimin e pozicionit të qeverisë, duke theksuar se nuk është fer dhe është jo serioze të ndrohen qendrimet menjëherë vetëm pse vjen një politikan evropian. Nëse me të vërtet kemi nevojë të flasim me Bashkimin Evropian, jemi të përgatitur të flasim, të fillojmë të flasim. Ja, do të filloja nga këtu, atë që mund të bëjmë më njëherë, atë, si të them, atë që na bashkon, jo atë që na ndan. Dhe kjo është e dialogu. Vlerësoj që në një shoqëri demokratike duhet të ketë dialog. Pastaj vlerësoj se duhet i përkushtohemi zbatimit në pjesën e agjendës së reformave, ku jemi kryesuesit e vërtet dhe jo vendet e tjera nga Ballkani Perëndimor. Duke ju referuar ndryshimeve kushtetuese, propozimit francez dhe protokolleve, të cilat, siç tha ai, i kanë paratyre si një trashëgimi nga qeveria e mëparshme, Mickoski tha se tani është e nevojshme të shihet se çfarë ka para qeverisë bullgare dhe çfarë duhet të zbatojë 14 vendimet të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Sipas Mickoskit, për të ndërtuar besim, duhet të shohim zbatim nga ajo anë, sepse siç deklaroi ai, besimi krijohet vetëm nëse gjërat shkojnë në një rrugë me dy drejtime. Dhe gjëja e katërt, e cila është gjithashtu e rëndësishme, është nëse të gjithë politikanët evropian janë unanim se nuk do të ketë më kushte. Atëherë, më e pakta që mund të marrim si shtet janë përfundime të reja nga Këshilli Evropian, në të cilat do t'i përfshijmë të gjitha këto. Në këtë mënyrë, mbështetja do të konfirmohet dhe besimi do të konfirmohet. Kujtojmë se Costa vizitoi Maqedoninë e Veriut edhe në maj të vitit të kaluar, prej ku porositi se vendit nuk i duhet plan B për antarësim në BE, por duhet të fokusohet në planin A, i cili është zbatimi i ndryshimeve kushtetuese si kusht për fillimin e negociatave.